Dashur shikues të televizionit Dugagjini, shpresoj se po shëroni bashkë me ne në këtë fundjavë. Tani është koha për një tjetër bisedë këtu në studio, ku është koha për kronikën rrëfime nga gra të suksesshme, ku sot e kemi të ftuar një zonjë me të cilën do të flasim shumë çka rreth jetës së saj bashkë me mua në studio, zonja Atifete Xhemaj. Mirëserdhje, shumë kënaqësi t'ju kemi në studio. Mirësi u qej. Si jeni, si po ecë kjo periudhë për juve? Unë jam shumë mirë dhe shumë falendëruese që gjendem sot me ju. Për mua është një periudhë shumë e rëndësishme, sepse jam duke reflektuar për që nga jeta fëmijërore, nga një vajzë nga fshati, deri tek jeta profesionale në Belgjik. Kjo fazë për mua është shumë e rëndësishme sepse jam duke kthyer përvojën time në Belgjik në një vlerë që mund ta përdori këtu në vendin tim. Po fundjavat zakonisht si janë për juve, të shtunet, të diellat? Keni me pushime apo jenë të angazhuara? Fundjavat zakonisht provoj t'i kaloj me familjen, po pasi që profesioni im me detyron të jem angazhume me njerëzit dhe energjinë e tyre gjatë tërë javës, provoj të reflektoj, por sigurisht që mundohem edhe ta mbaj atë balancin familje edhe punë. Jetoni dhe veproni në Belgjik, po në Kosovë, sa shpesh vini? Në Kosovë provoj të vi shumë shpesh, sepse Kosova nuk është vetëm vendlindja ime, Kosova është edhe identiteti im. Kur vi në Kosovë nuk vi vetëm si mysafire, por vi edhe me misionin tim. Misioni im është që përvojën time ta shndroj në vlerë. Për çfarë keni mallë më shumë ti? Sa herë që jeni në Belgjik, çka i mungon më shumë ti nga Kosova? Kam mallë për thjeshtësinë, kam mallë për aromën e mëngjesit në fshat, kam mallë për njerëzit që flasin me zemër. Sepse jashtë vendlindjes mund të blesh shumë gjëra materiale, por një gjë nuk mund ta blesh, rënjët. Folët edhe për pjesën e fshatit, fëmijërinë tuaj e përmendet me shumë nostalgjik, kështu që po kthehemi pas në kohë, si ishte fëmijëria e zonjës Atifete? Unë vi nga një fshat i vogël i komunës së Istogut. Atë kohë nuk ishim shumë gjëra materiale, por fshati kishte shumë vlera. Atje mësova për respektin, mësova punën. Shkollën fillore e kam mbaruar në Banjë të Pejës, ku gjatë asaj periudhe kuptova një gjë shumë të rëndësishme. Identiteti nuk vjen nga ajo që ke, por identiteti formohet nga ajo që je. Cila kanë qenë ndoshta ato këshillat e familjes sa i përket krijimit të identitetit që vetë i përmendet në atë kohë? Gjithmonë respekti ka qenë prioritet. Edhe përgjegjësitë kanë qenë shumë prioritet për familjen time. Shkollën fillore përfunduat në Banjë të Pejës siç e cekët, pastaj erdhët në Prishtinë për vazhdimin në shkollë të mesme, apo jo? Po, në vitin e dytë të shkollës së mesme u shpërngula tek vëllai im i madh në Prishtinë dhe vazhdova shkollën e mesme në Prishtinë. Po gjithmonë e keni pas një lloj ëndre themi, një qëllim që t'jeni sa më e pavarur në jetë, apo jo, në çdo aspekt. Ka filluar në moshë të hershme edhe kjo pjesë? Qysh në moshën e hershme fillova ta kuptoj veten, se doja ta krijoja një jetë ashtu siç unë doja. Doja të isha e pambarur, nuk doja të isha viktim e rrethanave. Sepse jeta e dim të gjithë që ka sakrificat e veta, por ne vendosim vetë të jemi në rolin e viktimës apo ta zgjedhim përgjegjësinë për jetën tonë. Ndërsa unë zgjedha përgjegjësinë për jetën. Të qysh në shkollë të mesme, erdhët në Prishtinë tek vëllau, përfunduat shkollën e mesme këtu, pastaj si vendosën ndoshta të merrni ato përgjegjësi, cilat ishin ëndrat, qëllimet kryesore të asaj kohe? Jeta të vllau ishte, jeta e qytetit ishte pak më kufizuar, sepse vllau im kishte një frikë
që mos ta humbi fokusin e mësimit edhe kishte sigurisht më mbronte që të isha në rrugën e duhur. Kështu që jetën e qytetit nuk e kisha shumë të frekuentuar, por shoqëria e shkollës dhe familja vllaut më mjaftonin. Ku tani kur shoh mbrapa, sigurisht në atë kohë edhe krijova karakterin tim të fortë. Sa vite kishte dallim me vllaun në atë kohë? Ishte ai vllau? Po, 20 vite. 20 vite kam dallim. Ai ka qenë edhe është jo vetëm vllau im, por ka qenë siguria ime, mbështetja ime. Thot në një moshë shumë të re erdhet në Prishtinë, patët nevojë edhe për një mbështetje dhe siguri, keni pas gjithmonë vllaun afër me familjen e tij. Sigurisht. Sukseset ose arritjet nuk mund t'i bësh vetë pa mbështetjen e dikujt. Edhe unë në këtë rast e kam pasur mbështetjen e vllaut tim. Edhe të familjes përgjithësi, por kam qenë më afër dhe kam qenë në familjen e tij, kështu që ai më ka mbështet, më ka udhëzuar gjatë tërë kohës. Se të kanë qenë ndoshta ato udhëzimet që edhe sot i mbani mend në atë kohë për një vajzë që ka ardhur nga fshati një jetë më të shpejtë të qytetit, që tregua që nuk e keni frekuentuar edhe aq shumë, se të kanë qenë ato këshilla dhe udhëzimet e vllaut, qoftë edhe për aspektin profesional, por edhe atë personal. Gjithherë ka qenë fokusi tek mësimi, sepse ai për të ka qenë edhe si përgjegjësi e madhe, sepse unë u largova nga prindërit, erdhate ai gjithmonë kanë qenë komgullës që të fokusohem gjithmonë tek mësimi. Sigurisht edhe këto veti tjera njerëzore, si që janë përgjegjësi të respekti. Keni pas ndonjë ëndër në atë kohë në aspektin profesional, kur ishit në shkollë të mesme, filluan ndoshta të mendonit pak a shumë për të ardhmën tuaj? Sigurisht që kisha shumë ëndra dhe kisha shumë pyetje brenda vetes. Por kur kthehem tani prapa, në atë kohë nuk dija se nuk isha e vetëdijshme për sakrificat për jetën që do të sjellte jeta. Cilat ishin ndër ato sfidat, sakrificat e para që bët për veten edhe në aspektin personal edhe atë profesional? Sakrificat e para kanë qenë largimi nga vendlindja, shkuarja në Belgjik. Atëherë ka qenë një sakrificë shumë e madhe, sepse ishte një vend i ri, një gjuhë e re, një kulturë tjetër. Çdo gjë duhet të fillojë nga zero. Por unë gjithmonë mendoja edhe veproja në atë mënyrë që atë sakrificë doja ta shndroja në forcë. Edhe ashtu kam vepruar. Çdo sakrificë kam shndruar në forcë. Doja të jepsha mundësinë vetvetes që të mësoja shumë nga ai treg i punës, kështu që nga Belgjika kam mësuar disiplinën, kam mësuar standardet e punës, kam mësuar përgjegjësitë. Po në cilën moshë u larguat nga vendlindja për në Belgjik? Ishte puna e që? Rreth moshës 30 vjeçare, po. Në vitin 1998 kam migruar në Belgjik. Si ishin ato përshtypjet e para për Belgjikën? Ishte një frikë, ishte një pasiguri e madhe, sepse çdo gjë ishte e re për mua. Kishit ndonjë punë para se të shkonit atje, kishit pak a shumë jetën si të planifikuar, apo gjithçka filloi nga zero atje? Është e pamundur ta planifikosh jetën nga këtu, sepse atje është një treg krejt tjetër. Pritshmëritë ishin krejt tjera, kështu që përvoja që kishim këtu, edukimi që kishte këtu, sigurisht që më kishte ndihmuar, por çdo gjë ishte e re. Duhet ta filloje nga zero. Po me atë mendimin e parë, shkuat për të kthyer pas një kohe të shkurt, apo e menduat jetën atje? Unë sigurisht që shkuam për të kthyer, edhe ashtu edhe veprova, u ktheva edhe më e fortë. Si ishin ato fillimet për juve? Treguaj që çdo gjë filloi nga zero, është vështirë të planifikosh nga këto për të ndërtuar një jetë në një vend tjetër. Cilat ishin ato sfidat e para me të cilat u përballët? Nga secila sfidë mësova më shumë
së pari hasa në kontakt me kulturat të ndryshme. Nga puna me kulturat të ndryshme mësova që duhet të kesh me shumë durim dhe duhet të kesh shumë kujdes gjatë bisedës. Kështu që çdo sakrificë ishte mësim për mua. Dhe kalova faza shumë të ndryshme. Fillova nga zero, u punësova si shitse e thjesht, dhe me vite evaluova, u shkollova, u rishkollova, u ritrajnova dhe arrita deri te trajnere. Dhe thot, në fillim keni pas takime me kultura nga më të ndryshmet. Cilin vend është ose cilin shtetas të huaj nga kultura e vlerësoni ndoshta që kanë qenë më të afërt, më mikpritës në atë kohë për juve? Këtu nuk mund ta dalloj ndonjë kulturë, sepse në vendin e punës kemi qenë gjithmonë, struktura edhe sistemi ka qenë që gjithmonë të jemi të gjithë të barabartë. Secili ka pasur rolin e qartë, se çfarë pritet prej tij, edhe kemi pasur respekt të ndërsjellë, kështu që nuk ka pasur dallime në kultura. Nuk kemi guxuar të dallojmë kulturën e njëri tjetrit. Po sigurisht ajo ana intuitive të ndonjë kulture ke gjetë veten ma të ngjashme, por dallime të mëdha nuk kemi pas. Po pikërisht këto takime me kultura nga më të ndryshme, si ju kanë ndihmu ose ndiku pastaj në përvojën tuaj jetësore? Është kënaqësi sepse gjithherë e zgjaron horizontin, merr informata të kulturave të ndryshme, të veprimet i kanë të ndryshme, mendësinë e kanë të ndryshme, ajo për mua ka qenë vetëm një mësim, një horizont i zgjeruar. Ishte komunikimi ndër çelësat kryesor, themi që ju hapi shumë dyer, apo jo? Po, komunikimi në Belgjikë kam vlerësuar se komunikimi është shumë i rëndësishëm. Sepse ndonjëherë që ke një produkt shumë të rëndësishëm, por nëse komunikimi nuk është, atëherë hub vlera e çdo gjëje. Do thotë ishte puna në Belgjikë në përgjithësi që e kuptua që jo vetëm si profesion, por edhe si mision të jetës, është një pjesë në komunikimit. Po. Komunikimi është baza, është kapital. Pa komunikim nuk mund të mbijetoj asnjë organizat. Po në çfarë sfida ose vështirësi i has një grua, shtetase e huaj dhe që shkon të punon një vend si që është Belgjika, fillimisht? Sfidat janë të një pasnjëshme. Nëse mendoj t'i përmendi, ka shumë sfida. Por dëshiroj të përmendi që secilën sfidë e kam kthyer në forcë edhe në fuqi. Gjithmonë kam luftuar që mos të dukem sikur viktim, sepse e kam pasur si vat në vesh. Nëse unë e dështoj, çka po shohin familja eme, çfarë mesazhi po i dha familjes edhe shoqërisë time. Kështu që kam vendosur gjithmonë të luftoj që të ekzistoj. Na foli tash pak në pika shkurtra edhe për profesionin që e gëzoni sot, për shkak që tregua që keni kaluar në faza të ndryshme për të arritur aty ku jeni sot. Po. Unë jam trajnere në komunikim profesional, në shitje dhe negocim, në leadership, në soft skills. Dhe këto nuk janë vetëm trajnime teknike, unë i ndihmoj njerëzve që të kenë një bashkëpunim të mirë, që të kenë një komunikim të mirë, që ta bëjmë një transformim të komunikimit në ekipe, sepse pa këto trijet nuk ka frym të mirë në kompani apo organizata. A na mungon sipas juve neve në Kosovë kjo pjesë e komunikimit? Në Kosovë kemi shumë potencial. Nuk them që na mungon, po kemi nevojë për një strukturë, për një organizim, edhe për një komunikim. E sidomos e vrej tek feedbacku që nuk jemi shumë të hapur. Unë edhe të kritika. Unë në Belgjikë kam mësuar që kritika nuk është një sulm individual, kritika është një instrument që të ndihmon shumë të përmirësohesh edhe të zhvillohesh.
Ka qenë vështirë në fillim, ndërsa ato kritika me i kuptu, edhe jo, ndërsa kur nuk ishit në fazën e trajnerës ende. Sigurisht. Sigurisht i kam përjetu në atë mënyrën time, me vështërsi, por edhe kritika që është epë në vendin ku kam jetu, ka qenë në mënyrë shumë profesionale, kështu që nuk më ka sjellë ndonjë pozitë të palakmueshme. Një qenë gjithmonë themi edhe e durueshme si tip, si karakter në këtë aspekt. E keni mësu? E kam mësu durim. E ka dash shumë kohë? Sigurisht, a mu ka dash shumë kohë, nuk e di të them, di vetëm të them, sepse mënyra e sistemit, mënyra e organizimit ka qenë në atë mënyrë që të kam mësu çdo hapë. Kështu që nuk kam periudha caktuar ta di prej kur kam fillu durimin, jam fut në atë sistem, dhe në atë sistem një ndër gjanat kryesore ka qenë durimi, sepse pa durim nuk e pas mundësi të mësosh edhe të hulumtosh. Kështu që ka qenë gradualisht me zhvillimin tim edhe durimi pjesë e jetës ime. Po themi në aspektin e trajnimit, fillon njëherë ndoshta brenda ekipës së brendshme të punës, pas edhe me personat të jashtëm, apo si ndërtohet ai komunikimi bazë fillimisht që duhet ta dimë gjithë? Te trajnimi kam ardhur jam zbulu gjatë kompanive ku unë kam punu. Aty kemi pas pranime së pari gjatë vikendeve student kanë ardhur, kanë aplikuar për punë tek ne. Dhe unë e kam zbulu talentin tim që jam një coach i mirë tek studentët. Do me thënë, këtë veti unë e kam trashëgu nga vendlindja ime, nga edukata ime, që ta respektoj tjetrin, mundohem të ndihmoj tjetrit, edhe ato vetit forta i përdorsha gjatë punës time. Më fali. Në kompani e zbuluan këtë aftësi timen dhe fillova si coach. Pastaj, gjatë periudës time, ndryshova shumë kompani, sepse doja të kem përvoj në produktet të ndryshme, në sistemet të ndryshme, dhe gradualisht edhe rishkollohesha, trajnohesha, shkojsha në kurse që zgjatin një vjet edhe më shumë, edhe erdha deri në titullin Master Trainer. Kështu që kam organizoj trajnime në kompani, në tim, në staf të gjerë, edhe trajnime individuale. Tregua që ndronit shumë shpesh vendin e punës. Ishte vështirë pastaj reintegrimi apo ambientimi me kompaninë e re? Nuk ishte, por ishte e nevojshme, sepse secila organizat, secila kompani ka sistemin e vetë mbrojtës, kështu që ishte e nevojshme një periudhë, varej se aftësit ose varej a kishe një huri për produktin, nga 3 javë deri në 6 muaj ishte e nevojshme integrimi në atë kompani që ta quaje veten profesioniste. Krahas njohjes produkteve apo kompanisë në përgjithësi, gjuha me cilën punoni ose keni punuar? Ka qenë një gjuhë që nuk e kisha ndëgjuar kur në jetën time në Kosovë, atë aksent, gjuha flamane. Atë gjuhë nuk e kisha ndëgjuar kur. Edhe them që ka qenë shumë vështirë derisa e kam përvetësu gjuhën e tyre. E kam barë në fillim një mix me gjuhën angleze, kështu që ka qenë një periudhë shumë e vështirë, por fatmirësisht entuziazmi për punë e kam vrejt tek unë, edhe çdo hap ma kanë dhënë një mundësi, edhe kam pas një durim derisa ta përvetësoj gjuhën edhe të arrij atë që po du. Pra tash si trajnere master, gjitha këto trajnime i mbani në gjuhën flamane, apo jo, apo ka edhe në gjuhën angleze? Në dy gjuhët. Tani kam vendosur që të kthehem në Kosovë, edhe dëshira ime shumë e madhe është që trajnimin ta zhvilloj në gjuhën shqipe, sepse kemi shumë metafora, kemi shumë thanje, kemi shumë që për mua është shumë kënaqësi gjatë trajnimit të jem aq e lirë dhe në diapazonin e gjuhës. Si mendoni që pikërisht në Kosovë mundet me ndiku kjo pjesë e komunikimit? Është shumë e nevojshme dhe shumë kënaqësi, sepse potenciali që është në Kosovë, mendoj që ai potencial të thret që të punosh me ta, edhe të ndihmosh
në zhvillimin e tyre individual ose kolektiv. Pra, prej vitit ku ju shkuat në Belgjik, ishte në verë për vendi i parë në të cilin jetuan dhe vazhdojnë të jetoni, apo jo? Po, vendi i parë, por ko pas kohë kam pasur bashkëpunime me Hollandën, ama vend qëndrimi është Belgjika. Edhe vendi i parë që kam emigru. Para emigrimit ne kemi pasur një agencion turistik që kemi vepruar ndër vite. Si turiste kam vizituar shumë vendet e Evropës, por me qëndrim kam qenë vetëm në Belgjik. Po prej në aspektin si turiste, cili vend ju ka lënë më shumë të përshtypje, sidomos në atë kohë? Zvicra ka qenë vendi më i pastër, më i organizuar, më i ndryshëm, por në përgjithësi Evropa i përngjan shumë njëra tjetrës. Ka shumë shqiptarë, janë të lidhur shqiptarët në përgjithësi në Belgjik, me zvete? Keni komunikim? Unë mund të përgjigjem sa i përket meje, unë nuk kam pasur shumë kohë të kem një lidhje, me vjen shumë keq, por koha ka qenë e kufizuar familja puna, kështu që nuk kam pasur shumë kontakte të mdhaja, po sigurisht që ka shumë shqiptarë në Belgjik. Familjarët tjerë gjende në Kosovë, apo jo? Familja ime ngusht është në Belgjik, ndërsa familja me gjerë është në Kosovë. Të reguar që viteve të fundit keni ardhë më shpesh, keni lëvizur më shpesh, çka keni marrë ndërsa nga Belgjika për të sjellë në Kosovë dhe në Sjelltas? Nga Belgjika ka marrur të punoj në mënyrë të strukturuar, përgjegjësitë individuale i ka marrur. Nga Belgjika edhe sigurisht feedback-un e hapur për feedback edhe për kritik, që është shumë e nevojshme në Kosovë, mendoj unë. Do ta mësojmë ndoshta edhe ne si shoqëri së shpejti edhe këtë kuptimin e kritikës dhe si ta dëgjojmë së pari, pastaj ta komunikojmë. Kuptimin e kritikës. Gjithherë duhet ta dimë qëllimin se çka sjell kritika edhe pse ipet kritika. Unë mendoj që ai që merr mundimin të kritikoj, ai ka dëshirë që të shoh më ndryshe, më mirë. Kështu që atë aspekt nuk duhet të harrojmë, sepse të kritikosh është një farë lloj guximi. E atë guxim ti e merr vetëm nëse ki dëshirë ta shish partneren përballë, ose kolegen ose shoqen, më mirë. Edhe kritika është si të shohin tjerët, do të thotë. Ajo duhet mirët si instrument e jo si sulm individual. Po në aspektin e komunikimit të shitjes, për shkak që edhe aty keni pasur që keni mbajtur trajnime nga më të ndryshmet, këtë pjesën e shitjes në Kosovë sot si e shihni, në çfarë do aspektin, çfarë do fushe? Nuk duhet jem negative, kemi shumë sjellje të mira edhe në shitje, por një gjë që e shoh që nuk kemi njohuri shumë të produktit. Edhe ajo na kufizon që ato njohuri, ato vetit mira që i kemi si njerëz, së pari nuk dim t'i shprehim te klienti sepse kemi mangësi njohjes së produktit. Sa ma shumë që e njeh produktin, aq më afër je, aq më afër klientit je, sepse tregon për produktin, din të bësh pyetje, edhe din ta shesësh produktin tënd. Po në ato fillimet e para, sa ka qenë vështirë me balancu jetën profesionale dhe familje në anën tjetër? Nuk ka qenë e lehtë, sigurisht që nuk ka qenë e lehtë, por gjithmonë jam munduar ta mbaj një balans, sepse pa një balans nuk mund të kesh qëndrueshmëri. Edhe gjithmonë ka qenë prioritare për mua ta bëj atë balans, por e lehtë nuk ka qenë. Puna, familja, kështu që ka qenë vështirë fillimisht me mbajt një balans. Po, sidomos në atë kohën e ndryshimeve që i keni pas të shumta. Ka qenë e mundur, por nuk ka qenë një proces shumë i lehtë që ka shku shumë lehtë, por ka qenë i mundur, por i vështirë. E përmendet që tash krejt këto njohuri që i keni marrë nga Belgjika, po doni me i implementu edhe në Kosovë. Po mendoni një kthim që do t'jetë për një kohë më të gjatë, apo do t'jeni ende në lëvizje? Po, tani unë kam migruar në Belgjik, jam zhvilluar, jam forcuar dhe tash ndjej
dëshirën shumë të madhe që atë përvojë ta kthej në vlerë për këtu, që të ndihmoj vendit tim. Nderuar krejt, në fund një mesazh për gjithë ato gra shqiptare që hezitojnë ndoshta të marrin një hap drejt suksesit. Mos të presin momentet perfekte, sepse perfeksionizmi nuk ekziston. Çdo grua ka një forcë të brendshme brenda vetes. Vetëm duhet të shoh atë forcë, duhet ta pranon atë forcë dhe duhet ta zhvilloj atë forcë. Sepse zhvillimi nuk është, ose suksesi nuk është vetëm privilegj, suksesi është vendim. Dhe atë vendim e merr nga forca e brendshme. Nderuar, ishte me të vërtetë shumë kënaqësi që ju kishim sot në studion e fundjavës, po i falenderoj shumë për kohën së pari dhe ju mirëpresim tash në vendlindje. Kënaqësia ishte ime. Faleminderit.